Një tjetër operacion është finalizuar nga Antidroga e Tiranës. Në pranga përfunduan Elvis dhe Bujar Lezo të afërm me njëri tjetrin. Gjatë operacionit të koduar Blue Punisher, u sekuestruan 2200 tableta lëndë narkotike ekstazi. Sipas burimeve, dy të arrestuarit të paktën prej 2 vitesh ishin të përfshirë në shitjen dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike, kryesisht të llojit ekstazi. Droga sigurohej në Itali e më pas transportohej me rrugë tokësore në Tiranë. Përmes lidhjeve që kishin në vendin fqinj, trafikantët siguronin doza ekstazie në formë tablete, por dhe pluhur, që më pas e përgatisnin në një banesë të tyre në zonën e Alidemit. Emri i operacionit është vendosur pikërisht nga mbishkrimi që mbanin kokrat e ekstazis. Për grupin hetimor ka dyshime të forta se Elvis Lezo është personi që kishte lidhjet me një tjetër grup kriminal në Itali. Ai gjithashtu figuron me precedent penal. Ekstazia shpërndahej kryesisht në lokalet e natës, ku një kokër shitej rreth 3000 lekë të rinj.